E keni menduar ndonjëherë pse disa bindje i mbajmë kaq fort, edhe kur faktet na tregojnë krejt të kundërtën? E po, përgjigja fshihet te një mekanizëm themelor i mendjes son që quhet anshmëria e konfirmimit. Është si një filtr i padukshëm që na e formon realitetin çdo ditë, pa e kuptuar fare. Hajde ta zbulojmë bashkë se si funksionon kjo gjë. Mirë, para se të hymë më thellë, dua t'ju bëj një pyetje të thjeshtë. A do të thonit për veten se jeni plotësisht objektiv kur krijoni një opinion? Pavarësisht se si përgjigjeni, mbajeni këtë pyetje në mendje ndërsa shohim se si funksionon vërtet truri ynë. Dhe duhet ta themi qartë, anshmëria e konfirmimit nuk është ndonjë defekt personal, as pak. Është thjesht një gabim shumë i zakonshëm në të menduar. Një lloj shkurtoreje mendore që truri ynë e përdor vazhdimisht për t'ia lehtësuar punën vetes. Pra teknikisht çfarë është? Përkufizimi thotë se është tendenca e trurit për të kërkuar, interpretuar dhe kujtuar informacionin në një mënyrë që konfirmon atë që ne besojmë tashmë. Domethënë, truri ynë sillet si avokati mbrojtës i bindjeve tona. I jep përparësi çdo gjëje që i thot vetes, po, ja, kisha të drejtë, dhe në të njëjtën kohë çdo provë që sugjeron të kundërtën, ose e minimizon, ose i ignoron fare. Po pse ndodh kjo? Mund ta quajmë mbijetesë mendore, le të themi. Truri nuk e bën këtë nga ligësia, e bën sepse kërkon siguri, stabilitet emocional dhe mbi të gjitha kërkon të kursej energji. Imagjinoni pak, të sfidosh vazhdimisht çdo gjë që beson, kërkon një sasi të jashtëzakonshme energjie. Është shumë më e lehtë dhe më komode të konfirmosh atë që di tashmë, sesa ta vësh në dyshim. Mirë pra, si funksionon gjithë kjo gjë në praktik? Le ta zbërthejmë pak në hapat konkret që ndjek truri ynë pa e kuptuar ne. Zakonisht, i gjithë procesi kalon në 4 faza. Hapi i parë, ne kërkojmë prova mbështetëse. Pra, nuk kërkojmë thjesht informacion, jo, ne kërkojmë prova që mbështesin atë që tashmë mendojmë. Hapi i dytë, injorojmë detajet kundërshtuese. Ktu bëhemi mjeshtrar për të shmangur çdo fakt që na e prish rrehatinë e bindjes son. Pastaj vjen hapi i tretë, që është ndoshta më dinaku, interpretimi. Edhe kur marrim një fakt neutral, ne e shtrembërojmë që t'i përshtatet bindjes son. Dhe në fund, kujtesa selektive. Mbajmë mend vetëm rastet kur kishim të drejtë dhe çuditërisht i harrojmë lehtësisht ato herë kur ishim gabim. Tani, le ta bëjmë më konkrete. Le të marrim një shembull nga jeta e përditshme. Diçka që mund të ndodhë në çdo zyrë, ku pasojat, le të themi, nuk janë dhe aq të mëdha. Imagjinoni një menaxher. Ky menaxher ka krijuar një bindje se një nga punojësit e tij është dembel. Tani, kjo bindje fillestare funksionon si një palë syze. Gjithçka që ai punojës bën, menaxheri e sheh përmes këtyre syzeve. Dhe ja çfarë ndodh? Menaxheri do të vërej çdo pushim që bën punonjësi. Do vërej çdo gabim, sa do të vogël, dhe do mendoj me vete, ja, e dija. Por nga ana tjetër, çfarë injorohet? Injorohen orët e gjata të punës, projektet e suksesshme, të gjitha këto bëhen të padutshme. Pse? Sepse nuk i përshtaten bindjes së tij fillestare. Kështu opinioni i tij thjesht përforcohet vazhdimisht. Mirë. Ky ishte një shembull i thjeshtë, por çfarë ndodh kur anshmëria e konfirmimit hyn në lojë në situata vërtet serioze? Ktu gjërat ndryshojnë dhe rreziqet bëhen shumë më të mëdha. Le të marrim një rast hetimi. Imagjinoni një hetues që para se të ketë mbledhur të gjitha faktet, krijon një bindje të brendshme. Ana është fajtore. Vetëm kaq. Ky paragjykim i hershëm është si një helm që infekton absolutisht çdo hap të hetimit që pason. Dhe ja si ndikon kjo anshmëri në veprimet e tij. Hetuesi fillon të bëj pyetje suggestive, do me thënë pyetje që të çojnë drejt një rrëfimi. Ai nuk po kërkon të vërtetën, por po kërkon konfirmimin e asaj që beson. Dëshmitë që fajsojnë anën, ato merren shumë më seriozisht. Provat që mbrojnë, ato minimizohen, anashkalohen. Madje dhe sjellja nervoze e anës, që mund të jetë thjesht stres, ai e interpreton si shenjë faj. Cili është rezultati i gjithë kësaj? Një hetim totalisht i padrejtë. Procesi nuk është më një kërkim për të vërtetën, është shndruar në një gjueti për të konfirmuar një bindje fillestare. Dhe kjo, padyshim, çon në një vendim të gabuar. Mirë, tani që pam se si funksionon kjo gjë dhe sa e rrezikshme mund të jetë, ka ardhur koha për një reflektim të fundit. Tani, le ta kthejmë fokusin tak nga vetja jonë.
Dhe kjo na sjell te një pyetje që vlen për të gjithë ne. Cilat nga bindjet tona më të forta, ato që i mbrojmë me kaq pasion, mund të jenë në fakt thjesht kështjella të ndërtuara me tullat e konfirmimit ton? Vetëm fakti që guxojmë t'ja bëjmë vetes këtë pyetje është hapi i parë për të hequr atë filtrin e padukshëm. Dhe për të parë botën, e sigurisht edhe veten, pak më qartë.